Fshati Kosmaq është i njohur për prodhimet bujqësore. Fermieri Haki Gavoçi ka të ndërtuar në tokën e tij rreth 6 dënim serë ku kultivon kultura të ndryshme. Këtu është me fjalë bishtoj, speca, paligjona, ananas, pajime kështu. I punoj vetë. Po, me kol, kam koli. 73 vjeçari thotë se punon në bujqësi prej 60 vitesh, ndërsa e vlerëson zonën e Kosmaqit si ndër tokat me prodhuese në rrethin e Shkodrës. Për zonë është 30 vjetë. E 30 kam punu, për të një, 73 vjeç. Edhe 30 vjetë kam punu për batim, 60 vjetë. Shqetësim për Hakin është mungesa tregut, ku shpeshherë prodhimet janë kalbur duke shkaktuar edhe dëm të konsiderueshëm ekonomik. Ka pas i vjetë i kësi e dejmë më mëllator, me tona ka pas, nuk shit, tona e helëtëra. Nuk shit, pa dhe e mjavën kapa. Të ka shkullë të ka s'mos ke pas i min, 1.000 të nëmësera i ka shkullë. Nuk kanë më shko, nuk shko në nuk shitit. Ndodhse në moshë të thyer, fermieri thotë se nis punën që në orët e parë të mëngjesit, ndërsa tregon se punon vetëm me bashkëshorten e tij të moshuar, pasi fëmijët janë larguar. Godi ton 5-6 orë diti, do të gjërë sati, deri, nuk e kam bëve të mbajtë kash. Bullë dhe bëllë bëjësia, bullë, në të sotë edhe bullë. Bullë të nuk kena vejnë, në kosh. Bakëri, do e bakëri. Kje punën? Po me bashkëshorten. Për i mërë se i ka martu. Shko qatë markush, që e vetë patëm ka. Me punu dhe me punu. Me hokër. Parë zotët, jetë e shqire kërë mëllë.